Përshëndetje, po ndiqni faqja 4, unë jam Jeta Kasemi. Në këtë transmetim do të ndalemi te zhvillimet kryesore në rang ndërkombëtar. Autorët e grabitjes në Muzeun e Luvrit janë ende në arrati. Një ekip prej 60 hetuesish po punojnë për të zbardhur ngjarjen, që dyshohet se është kryer nga një grup i krimit të organizuar, ndoshta të huaj. Mediat dhe politikanët franceze kanë quajtur ngjarjen një turp për Francën. Presidenti Macron tha se po vijon puna për të kapur autorët dhe për të rikthyer thesaret e vjedhura. Një turp për francezët, një ngjarje shokuese e cila është mjaftueshëm për të shkruar skenaret e filmave më të njohur hollywoodian dhe duket sikur është frymzuar nga ajo. Të paktën kështu kanë reaguar dhe qytetarët francezë dhe jo vetëm, turistët që kishin planifikuar pushimet e tyre në Paris dhe gjithashtu dëshironin të vizitonin Muzeun e Luvrit, i cili vijon të jetë i mbyllur këtë të hënë si pasojë e kësaj ngjarjeje vjedhjes së bijuterive të Napoleonit, një vjedhje rreth 7 minutëshe nga 4 hajdut, të cilët në fakt zgjodhen edhe galerinë Apollo për të thyer xhamin e sigurisë së lartë, më pas për të kryer pikërisht edhe marrjen e xhevarirëve të çmuar, njëkohësisht dhe artefakte historike, duhet thënë. Reagimet e tyre tashmë janë gjerësisht në mediat ndërkombëtare, të qytetarëve dhe turistëve, të cilët vërtet janë të shokuar se si mund të ketë ndodhur një ngjarje e tillë dhe njëkohësisht në pritje për të zbuluar detajet. Teksa rikujtojmë se eksperti i rikuperimit të veprave të artit, Arthur Brent, deklaroi për CNN-in media amerikane se në fakt janë xhevairët kurorës nga Napoleoni, gruaja e tij dhe pasardhësit e tij. Janë krenaria natyrale e Francës, është një humbje e madhe dhe në fakt është gati e pamundur që ato të rikthehen. Një pjesë prej tyre mendohen se mund të çmontohen, të shiten xhevairët, gurët e çmuar, të shkrihet ari dhe argjendi. Le të shohim pak hartën e Muzeut të Luvrit për të parë dhe se nga kanë hyrë këta 4 hajdut. Sipas kësaj harte, shohim në fakt se është pikërisht Galeria Apollo dhe një nga xhamat apo dritaret e saj për xhamin në anë të rrugës, në anë të lumit Sen, që është përdorur nga 4 hajdutët në mënyrë që të kryenin edhe këtë vjedhje historike dhe vërtet të rëndë dhe shokuese. E shohim në fakt se edhe në çfarë pozicioni është në krahasim me piramidën e Luvrit. Rikujtojmë në fakt se një ndër veprat që është vjedhur ka më shumë se 1000 diamante. Dhe le të shohim një nga një pjesë të bijuterive më të njohura, të cilat në fakt janë rrëmbyer, janë vjedhur nga 4 hajdutët. Një set bijuterish me diamant dhe safir, i cili mendoj se është vendosur nga mbretëresha Marie Amélie, mbretëresha e francezëve, dhe Isabella d'Orléans, dukesha e Guise. Është ndër sendet e grabitura nga 4 hajdutët. Është një diadem, një zbukurim koke, e cila mban 24 safir Ceyloni dhe 1083 diamante që mund të shkëputen dhe të mbahen si spila. Origjina e setit është e panjohur, megjithëse disa sugjerojnë se i përkiste mbretëreshës Marie Antoinette. Bijuterit nuk mbajnë shenja dalluese të argjendarëve më të famshëm francezë të epokës, ato janë tregues të mjeshtërisë së artizanëve parizien të fillimit të shekullit 19. Seti qëndroi me familjen Orland deri në vitin 1985, kur më pas u ble edhe nga Luvri. Dallohet në fakt që është një kuror, një gjerdan dhe njëkohësisht edhe vath, të cilat kanë të njëjtën ngjyrë dhe të njëjtët gur safiri, dhe njëkohësisht në total kanë 1083 diamante të shkëputshme. Është vjedhur dhe seti i dhuruar nga Napoleoni për Marie Louise, që është gruaja e tij e dytë. Është ekspozuar për herë të parë në Muzeun e Luvrit në 20 maj 2021, një dhuratë martese për gruan e tij të dytë, Marie Louise të Austrisë, në mars të vitit 1810, një set i zbukuruar krijuar nga një argjentar i njohur francez me 32 smeralt të prera në mënyrë të ndërlikuara dhe 1138 diamante. Marie Louise e la trashëgim këtë set origjinal, pasi perandoria e Napoleonit u shem, përfshinte edhe një diadem amerikan. Gjerdani dhe vathët të ruajtën në formën e tyre origjinale dhe u shitën Luvrit në vitin 2004, për një shumë e cila raportohet 3.7 milion euro. Më pas është spila apo brosha e perandoresh Eugénie, gruaja e Napoleonit III, ishte pronar origjinale e kësaj spile të zbukuruar me diamant, e cila u krijua nga Paul Alfred Babs në vitin 1855, posaçërisht për të një kontesë spanjolle. Eugenia ishte perandoresha e Francës nga viti 1853 deri në 1870, konsideroi një nga gratë më në motë të kohës, është një relike, një brosh që mban një relike të shenjtë, një simbol të besimit katolik të Eugénisë, dhe përbëhet nga 94 diamante, diamante të shekullit të 17 të 18, por njëkohësisht edhe një tjetër brosh gjigande, e cila është e zbukuruar ndër të tjera në këtë formë. Por bëhet fjalë edhe për një kuror, kurora e Eugénisë, perandoreshës, e cila është rikuperuar, pasi hajdutët e morën, por në fakt e lanë jashtë
sipas ministrit të kulturës të Francës. Kjo u gjet jashtë Muzeut të Luvrit. Përmban 1354 diamante dhe 56 smerald. Është dëmtuar gjatë grabitjes, fatmirësisht është rikuperuar. Kjo ishte një përmbledhje e disa prej xhevajerëve të çmuar, të cilët u rrëmbyen nga hajdutët në atë operacion të krimit të organizuar që mendohen se në fakt ishin hajdut jo me shtetësi franceze, por të huajt 7 minutësh nga dera nga dritarja e Galerisë Apollo. Por ne do të vijojmë të flasim për informacione nga Franca. Një zjarr në Lyon nuk ka marrë jetën 4 personave. Flakët filluan në bodrumin e një ndërtese 10 katëshe, të cilin viktimat e kishin përshtatur për banesë. Zjarri filloi në orët e para të mëngjesit dhe u angazhuan 78 zjarfikës. Ende nuk dihet shkaku i flakëve, teksa vijojnë hetimet edhe për praninë e viktimave në bodrum.